Kryet papritur një emër anonim si Bektash Zeneli na u bë personi kryesor ku drejtësia në Çengel është varur për shpresat e një gjykimi të drejtë, por mbi gjitha e një mase të drejtë dhe proporcionale në raport me kërkesat e prokurorisë. Dhe sigurisht Bektashi nuk ekziston, Bektashi është dikush tjetër, por do të diskutojmë në studio me një panel shumë cilësor juridik, të paktën Gens Gjokutaj nuk mund mungonte në këtë çështje, Arber Hoxha gjithashtu për një qendrim tjetër. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Natë mirë bravo. Pak më bazike dhe periferike. Pse është krijuar perceptimi që kjo është një çështje për Erjon Veliajn? Filloj me Hoxhën, më pas Gjokutaj. Unë nuk e besoj prapë që gjykata e lartë është mbledhur për zotin Veliaj. Zoti Veliaj dhe zoti Meta kanë qenë disa herë në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë ka pasur mundësinë, nëse ka pasur vullnetin e mirë, po themi, për të gjykuar të gjithë çështjen, patjetër që mund të shpreh në favor të zotit Veliaj. Dhe nëse do të jemi konsekuent edhe me vendimarrjen e gjykatës së lartë, është po e njëjta gjykatë e lartë që ka rrëzuar në dhomë këshillimi me mira rekurse për sa i përket edhe masave të sigurimit. Pra unë besoj që kjo, nëse ka një prapavije të caktuar politike e gjithë mbledhja e Kolegjit Bashkuar të Gjykatës së Lartë, nuk është për zotin Veliaj, apo edhe për zotin Meta, apo edhe për funksionarë të tjerë të cilët kanë një apo disa vite në ambientet e paraburgimit. Unë besoj që nëse ka një prapavije të caktuar politike, ajo është zonja Balluku dhe gjithë karvani mbrapa zonjës Balluku. Nuk besoj që është për zotin Veliaj, për aq kohë sa gjykata e lartë ka pasur çështjen në dorë, është më lehtë të bësh 3 gjyqtarë në një mendje dhe të ndryshonin masat e sigurimit për zotin Veliaj apo për zotin Meta apo për zotin Beqaj apo për gjithë politikanët e lartë të arrestuar më herët, dhe sigurisht që mund ta kishte ndryshuar kohë përpara. Se do të përfitojnë këta persona të cilët kur të dalë vendimi i gjykatës së lartë, kjo ngelet për të parë, sepse çdo person ka drejtën që të bëjë kërkesë për zvendësim mase dhe më pas duke ndjekur të gjitha rrugët të shohim se si do të aplikohet. Por ky është mendimi im personal. E kuptoj, Gjokutaj? Po në vijim të asaj që thot kolegu, unë vërtet jam i çuditur me këtë lloj paralelizmi që është bërë. Në fakt, kuadri ligjor i kodit procedurës penale është i plot në lidhje me masat e sigurimit, dhe është pikërisht kjo që thot edhe kolegu, që kjo gjykat ka kaluar me 10 herë që nga Berisha deri tek Ilir Meta, deri te të gjithë këta të pandehur, edhe pastaj ka vijuar edhe me Erjon Velin dhe nuk kanë ceduar në asnjë moment. Dhe është pikërisht kjo gjykat tashi që në mënyrë absolute ka miratuar arrestet pa asnjë lloj lëshimi, që tashi kujtohet dhe thot na merr ka një rast banal, edhe i cili do të bëka praktik pastaj për gjykimet e ardhshme, sepse kjo gjykat që ka miratuar të gjitha arrestet në burg, tashmë na pas ka ndryshuar mendim dhe pas ka arritur në konkluzionin që masa e arrestit në burg që nga ekstreme etj. Gjithsesi kjo mbetet një thashë themnaj, sepse qëllimi i vërtet të kësaj, të paktën sipas meje, qëllimi i vërtet i gjithë kësaj historie do të dekriptohet kur të jepet vendimi i arsyetuar, pasi nga çfarë u dha dje nga sala e gjyqit dhe pastaj se nuk ka më interes gjykimin i atij personit që është bërë rekursi dhe për dieni rekursi nuk e ka bërë i pandehuri, por ka bërë prokurori, dhe kjo është e çuditshme sepse